Të dashur vëllezër besimtar, nëse do të pyesnim se kush konsiderohet njeri i fortë, përgjigjet sigurisht do të ishin nga më të ndryshmet. Për dikë njeri i fortë konsiderohet ai i cili ka arritur pasuri të mëdha. Për dikë, për shembull, njeri i fortë konsiderohet ai i cili ka arritur pushtet të madh. Mirë po, të dashur vëllezër, historia na ka vërtetuar diçka krejtësisht tjetër. Nuk ka forcë më të madhe dhe transformuese se sa besimi i vërtet islam i ngulitur thellë në zemrën e njeriut. Dhe në këto pak minuta do të flasim se pse me të vërtet ky besim është kaq i fortë dhe pse e bën njeriu kaq të fortë. Të dashur vëllezër, çfarë është në të vërtetë besimi? Besimi është bindje me zemër, pastaj e shprehur me gjuhë dhe në fund e vulosur me vepra. Nuk mjafton thuash e kam zemrën e pastërt, nëse këtë pastaj nuk e praktikon në vepra, sepse Allahu i madhreshëm i bashkoi këta dyja bashk. Ai tha në Kur'an: "Walladhina amanu wa amilu s-salihat", ata që besojnë dhe bojnë vepra të mira. Kjo do të thotë që Islami është sistem i plot jetësor. Ai e udhëheq individin, e udhëheq familjen, e udhëheq mbar shoqërinë. Është e palogjikshme vëllezër që të themi: "Kul inna s-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin", namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botrave, dhe pas kësaj të sillemi sikur Zoti nuk na sheh kur jemi në punë. Të sillemi sikur Zoti nuk na sheh kur jemi në rrugë, kur jemi në shoqëri apo kur jemi në për familjet tona. Besimi i vërtet nuk ndahet as në xhami, as në rrugë, as në punë. Po të shohim pejgamberin alayhi salatu wasalam 13 vite sa qëndroi në Mekë, ai është marrë pikërisht me besimin e njeriut, që të mbillte, që të gdhente në zemrat e njerëzve, zemrat e sahabëve, besimin e pastërt në Zotin e madhreshëm. Sepse pastaj ky besim i bani ata njerëzit më të ngritur që i ka njohur historia botërore. Po të shohim Omerin radiallahu anhu, para se depërtonte besimin në zemrën e tij, ishte një njeri i ashpër në injorancë. Mirë po në momentin kur depërtoi besimin në zemrën e tij, ai u shndrua në simbolin e drejtësisë botërore. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur bëri hijretin, kur erdhi në Medinë, punën e parë që e bëri, të dashur vëllezër, pasi ndërtoi raportin e njeriut me Zotin, ai ndërtoi raportin e njeriut me vëllain. Sepse të dashur vëllezër besimtar, nuk është në rregull që njeriu të synoj ta dëshiroj vetëm mirëqenien e tij dhe të mos interesohet për mirëqenien e tjetrit. Dhe shembulli i këtij besimi të vërtet i ngulitur në zemrat e sahabëve është në njërin prej betejave të quajtur beteja e Jarmukut. Në këtë betejë disa prej sahabëve u plagosën rand dhe kishin nevojë për të quar etjen për ujë. Sa ja afronin ujin, në momentin që e merrte ujin, të shuante etjen, thoshte dërgoja atij tjetrit sepse ai ka nevojë më shumë se unë.
Përderisa ja dërgonin atij tjetrit, ai thoshte, "Ja dërgoja vllaut tim atij tjetrit sepse ai ka nevojë më shumë se unë." Dhe kështu duke u indur gota e ujit vdiqën këta njerëz nga etja për ujë. Kjo ishte një dashni e pastër për hatër të Zotit që kishte depërtu thellësisht besimin në zemrat e tyre. Të dashur vëllezër, ne sot elhamdulillah kemi libra në çdo gjuhë. Elhamdulillah kemi internetin të cilën mundemi me e shfrytëzu për të mirë, por una Zot dikush e shfrytëzon edhe për keq. Kemi xhami të ngrohtë, e kemi dijen shumë lehtë, ashtu siç thot Zoti në Kur'an, thot ne Kur'anin e kemi bërë të lehtë për ta mësuar. Megjithatë, a kemi këtë shpirt siç e kishin sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ne sot jemi gati të prishemi me vllau, me vllain për një fjalë goje, për një çështje pasurie, për një çështje momentit, një zënk momentit, edhe mos me folë më për vite e vite. Andaj të dashur vëllezër besimtar, ata e jepnin gjën më të çmueshme të tyre, e jepnin jetën për njëri tjetrin, ndërsa ne sot ndoshta nuk e japmi edhe buzëqeshje ndaj njëri tjetrit. Andaj të dashur vëllezër, Islami është fe e drejtësisë. Në kohën e Omer ibn Abdulazizit, ka qenë njëri prej halifëve drejt. Imagjinoni, për shkak drejtësisë tij absolute, muslimanët nuk kishin ku me dorëzu zekatin, sepse nuk kishte të varfër. Pra drejtësia funksiononte në maksimum. Ta ishin muslimanët e asaj kohe, dhe të bëjmë pyetje ku janë muslimanët e kësaj kohe, ku jemi unë edhe ti në këtë kohë që po jetojmë. Sot njerëzit bëjnë një gabim shumë të madh, pra e ndajnë jetën dysh, thojnë namazi dhe agjerimi është për botën tjetër, ndërsa puna e shkolla janë për këtë botë. Kjo është gabim të dashur vëllezër besimtar. Në Islam nuk ka ndarje të tillë. Çdo vepër e jotja, nëse është me një të pastër, madje edhe punën që e bën dhe atë pasuninë që e fiton me njerëzën tane, duke sinu vetëm të fitosh halal, aja është ibadet tek Zoti i Madhërisëm. Po ashtu edhe edukatën që mundohesh me e mbjellë në zemrën e fëmijës tënd, edhe kjo konsiderohet ibadet tek Zoti i Madhërisëm. Edhe buzëqeshja që ja bëjmë njëri tjetrit për hatër të Zotit, edhe kjo konsiderohet ibadet tek Zoti i Madhërisëm. Andaj të dashur vëllezër besimtar, ne kemi mundësi me e kthej komplet jetën tonë në ibadet, dhe në mënyrë që ta kthejmë jetën tonë komplet në ibadet, është që diturinë që e kemi ta kthejmë në vepër. E dyta, ta jetësojmë besimin kudo, qoftë në punë, qoftë në shoqëni, qoftë në për familjet tona, dhe e treta, të pastrojmë zemrat ndaj njëri tjetrit. T'ja dëshirojmë të mirën njëri tjetrit, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka besimin e plot ai i cili nuk ja dëshiron të mirën vllaut tij besimtar, që ashtu qysh ja dëshiron të mirën vetes tij. Allahu na bëf prej tillëve. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.